Anajt Kaloti, biznesmen dhe fituesi i shtëpisë më të famshme në Shqipëri, ka reaguar fuqishëm kundër gjestit me disa deklarata në Instagramin e tij. Anajti postoi si fillim një episod nga një performancë në një klub nate ku gjesti zbret dhe përqafon një vajzë me aftësi të kufizuara nga audienca. S'ka marketing të keq, por mund të zgjidhet një marketing më i mirë sepse nuk shet më gjunahu, shet suksesi, entertainment, luksi, dashuria, leksione pa pagesë për kreativ në mungesë. Pas kësaj goditje të papritur, sepse Anajti ka shprehur publikisht mbështetje të madhe ndaj gjestit kur ai ishte brenda shtëpisë së famshme, reagimet kanë vëshuar ndaj tij. Kështu, Anajti zgjodhi të bëjë një sqarim të mëtejshëm duke zbuluar disa detaje për raportin mes tij dhe gjestit. Kam kontribuar më shumë se kushdo që ka Kingi afër për fitoren e tij. Këtë mund ta provoj stafi i Kingit, deri te rrobat e finales që ka veshur Kingi, edhe babai i Kingit, dhe brekët janë kam dërguar Kingit në shtëpi kur s'ka pasur të vishte dhe bërtiste nga kamerat më sillni se s'kam rroba. Më tej Anajti shtoi. I gjeta duke ngrënë duhan, i çova ku s'kishin për të hipur kurrë. Për sqarim, besprem si jam unë, s'kam për të harruar kurrë, më tha Kingu kur doli. Asnjë telefonat s'më ka bërë akoma për të më thënë faleminderit vlla se ke bërë maksimumin pa më njohur fare. Për më tepër, Anajti shtoi se të njëjtën mbështetje kishte siguruar dhe për menaxherin e gjestit, të cilin tha se kishte mbajtur pranë për 2 muaj qëndrimin në Tiranë. Menaxheri i Kingit ka qëndruar me mua 2 muaj në Tiranë. Merrni një pyetje për ato 2 muaj që ka qëndruar me Anajtin. A i kam lënë të fuz ndonjëherë dorë në xhep? A i kam këshilluar ndonjëherë për keq? A i kam bërë ndonjë gjë mbrapa shpine? Siç tha dhe vetë në deklaratën e tij, Anajti ka treguar mbështetje të madhe publike ndaj gjestit gjatë periudhës që ai ishte brenda shtëpisë së famshme.